Ministri i Mbrojtjes së Kosovës Eyüp Maqedonci ka deklaruar në një intervistë për mediumin kroat Večernji List se ndikimi rus në veri të Kosovës është rritur ndjeshëm pas nisjes së agresionit rus në Ukrainë. Sipas tij, ky ndikim ka ardhur përmes bashkëpunimit me Serbinë dhe ka ndikuar në destabilizimin e situatës në atë pjesë të vendit. Kemi informacione të besueshme për praninë e inteligjencës ruse në strukturat ilegale në veri të Kosovës. Që nga fillimi i agresionit rus në Ukrainë, ndikimi është rritur përmes bashkëpunimit me Serbinë, u shpreh Maqedonci. Ai theksoi se informacionet e siguruara tregojnë për përfshirje të drejtë për drejtë të aktorëve rusë në mbështetjen e grupeve të organizuara kriminale dhe strukturave ilegale në veri të vendit. Ministri i Mbrojtjes theksoi se Rusia e ka përdorur Serbinë si një alat për të përhapur ndikimin e saj në rajon, duke shfrytzuar situatën në veri të Kosovës për të krijuar tensione dhe pasiguri. Sipas tij, veprimet e Moskës janë pjesë e një strategjie më të gjerë destabilizuese të Ballkanit Perëndimor, një rajon që Rusia e sheh si të rëndësishëm për ndikimin e saj gjeopolitik. Përfshirja e inteligjencës ruse në veri të Kosovës nuk është e rastësishme. Ne kemi vërejtur rritje të aktivitetit të grupeve të cilat marrin udhëzime dhe mbështetje nga aktorët e jashtëm, përfshirë Rusinë, tha Maqedonci. Ai shtoi se Kosova është e përkushtuar për të ruajtur stabilitetin dhe sigurinë, duke punuar ngushtë me partnerët ndërkombëtar për të parandaluar çfarëdo lloj përshkallëzimi të situatës. Rritja e ndikimit rus në veri të Kosovës ka qenë një shqetësim i vazhdueshëm për institucionet e vendit dhe aleatët perëndimor. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar për rrezikun e ndërhyrjes ruse në Ballkan, duke theksuar se Rusia synon të përdorë tensionet etnike për të minuar stabilitetin rajonal. Analistët politik vlerësojnë se ndikimi rus në veri të Kosovës është pjesë e strategjisë së përgjithshme të Moskës për të mbajtur tensionet e lartë në rajon dhe për të penguar integrimin euroatlantik të vendit të Ballkanit Perëndimor. Serbia, e cila ka ruajtur marrëdhënie të ngushta me Rusinë, shpesh është kritikuar për qëndrimin e saj ambig në raport me Perëndimin dhe Moskën. Qeveria e Kosovës ka bërë thirrje për një mbështetje më të madhe nga partnerët ndërkombëtar për të parandaluar ndërhyrjet e jashtme në çështjet e saj të brendshme dhe për të siguruar stabilitet në rajon. Ministri Maqedonci përsëriti angazhimin e qeverisë për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës nga çdo kërcënim i jashtëm. Në këtë kontekst, bashkëpunimi me NATO-n dhe vendet partnere mbetet thelbësor për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në Kosovë dhe në rajon. Kosova vazhdon të përforcojë kapacitetet e saj mbrojtëse dhe të punojë me aleatët ndërkombëtar për të ruajtur dhe kundërshtuar ndikimin destabilizues të aktorëve të huaj, përfshirë këtu edhe Rusinë.